Të dashur zënë e zotri, mirë se vini, kapele, tek kapele nuk kam, po të heq këtë, kapele, dhe mirë se vini të Olti Curi në YouTube, Olti Curi TV në YouTube për të folur sot për Big Brother VIP Albania, më në fund po ndizet, dhe si që kam thënë që nga Bigu i parë, që e ngrita Benjadën në pjedestal dhe gjitha ata të cilët ofronin humor, duhet humor, nuk duhet histori përputhje, aq më shumë kur i fusi personazhet e përputhjes dhe i riciklojnë dhe bëhet se ajo supa me oriz që futen nxirr nga frigoriferi dhe nuk të hanë njëri se trashet dhe bëhet si buk misri. Atëherë çfarë ndodh? Ndodh që në fillim fare ishte Seno dhe Ilir Vrenozi, por dolën. Çfarë ndodh tani? Jemi në dorë të Rogertit dhe të Tankolës që ja nisën nga batutat. Ai Rogerti duhet të ketë kujdesi çik me bullizimet, po pjesa tjetër është super okay. Për këtë e shumë gjëra tjera do të flasim sot. Mirë pra, mbasi ndoqëm siglën modeste për një emision të varfër, ne do i rikthehemi Big Brotherit me komentet tona, por ç'të komentosh kur të gjithë produksioni shtyhet e mizipret historinë e dashurisë. Po histori dashurie zeza do pritet aty brenda, kur Miri tha e kam si vajzë Selinën. Ai djali përputhen mes dy vajzave përputhen, hiqe vëre, hiqe vë, po a histori për përputhen kemi me Gipojanin, ai çana të muhabet. Kështu që ne aty jemi për Big Brother. Ne duam të qeshim, ne duam të zbavitemi. Pastaj, ti nuk luan dot me kartën e dashurisë në Big Brother VIP Albania, kur nga ana tjetër ke Big Brother VIP Kosovën, që ato kanë kaluar të OnlyFans dhe Channel X-it ke qenë. Gjani Oltit, sa të puthen këta tanët, lajmi parë, lexova të kryefjala, puthja e parë zyrtare në Big Brother VIP Albania, bla 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 bla, presidenti i Republikës Bayram Bega e piu një kafe me sheqer për herë të parë, se zakonisht e pin pa sheqer, nga që është i ëmbël vet. Kryeministri i vendit u nis drejt Abu Dhabi. Po çikeni këto ndërkohë Kosovë ç'ash bër. Sa të puthen këta tanët, në Kosovë ka plasur shtatzania në mënyrë të organizuar. Vetëm ti gjesh emra fëmijëve nuk i gjen dot. Kështu që lërni këtë histori, prandaj merruni me personazhet. Personazhet lindin rrugës, por jo vetëm kaq, duhet i japësh hapësirë gjatë prajmit. Në qoftë se ti i jep hapësirë, personazhet e kuptojnë që duhet bëjnë për të qeshur, duhet të jenë fani, duhet të jenë interaktiv me njëri tjetrin. Nuk duhet bëjnë vetëm debate, nuk duhet vetëm të qaraviten për pirunën, për lugën, për kapsen e flokëve apo për budalliqe të tjera. Në qoftë se ato e shikojnë që siç pandje videot e Rogertit, ku një pjesë e madhe ishte edhe për qeshur, pavarësisht bullizimeve që s'jam dakord fare. Tankola monologun e tij, që sot mëngjes u gdhi njeriu nga më viralët ndonjëherë në këtë Big Brother, çfarë tregon kjo? Tregon që gjithë investimi duhet shkojë pikërisht tek personazhet që bëjnë për qeshur, dhe unë këtë e kam thënë që te Bigu i parë me Benjadën. Benjada na bënte për qeshur, me historitë e saj, me emrat e këngëtarëve që nuk thonte një emër taman. E ngatroi me emrin e Ledrit e me emrin e Butrin Timerit, e ngatronte këngët, kush ishte Valbona Memës, ja dha Artiola Toskës, ja dha Valbona Memës, e ndronte Sinan Hoxhën, e ngatronte me Sinan Vllazaliun, e histori të tjera si këto, por çfarë bëri? Na jo vetëm na bëri ne për qeshur, por ajo ja arriti qëllimit që të jetë një personazh shumë i dashur, sepse për këtë gjë kanë hyrë aty brenda. Nuk kanë hyrë aty brenda për mis, nuk kanë hyrë vetëm për të kënduar, sepse nuk është as Miss Shqipëria, Miss e Mister Shqipëria, nuk është as festival, nuk është as Top Talent për të zbuluar se kush këndon më mirë nga këto më të rinjt, por është një reality show. Pra, realiteti i përkthyer në spektakël, realiteti i ofruar në formë spektakli tek njerëzit. Pra, unë dua të shikoj, për shembull nuk di si sillet një 20 vjeçare me 20 vjeçar përballë një 50 apo 55 vjeçari, por në Big Brother mund ta shikoj. Dhe dua të shikoj pikërisht këtë përballje. Por nga ana tjetër jo vetëm me zë të lartë dhe me bullizime dhe me sherrë të kota, por duhet ta shikoj me humor. Dhe humorin, fatmirësisht, duhet ta pranoj, po e sjell Rogerti
dhe këngëtari i muzikës popullore Artan Kola, i cili dje u ngrit në këmbë dhe tha që hajdet miri tregoje këtu, ti miri West Side Family, unë këndoj refrenin e muzikës popullore dhe ti bëj rap. Kishte se çlidhje ka. Nuk e di tani. Se çlidhje ka të ngrihet Irini Qiriako, të thot pa vditit. Ngriu se unë do këndoj Nënë Portokale, moj të gjeta unë ty, lulet e limonit të binin më sy dhe ti do bësh pjesën e repit. A nese, kombinimi i Pavdidi dhe Irini Qiriako nuk është më i duri në momentet që jeton Pavdidi në këto qaste, por sigurisht dohet të thoja një emër ndërkombëtar për mos u përzier me këto repera tanë, por e ndrojmë. Mirë, pikërisht për këtë ne presim që sa më shumë humor të na ofrojë kjo dyshe, duket se kanë marrë mesazhin edhe banorët dhe sot kanë filluar që të rinë me njëri tjetrin dhe aty tek rini në verandë, pash që kishte shkëmbim batutash, kishte njerëzillëk, sepse duhet ketë në fillim njerëzillëk dhe më pas vin batuta. Dhe nëse bëhet një batut, duhet ta kthesh me batut dhe nuk është nevoja që çdo fjalë ta kthesh në kaos dhe të marrësh atë vëmendje dhe thuash që ja, çfarë më the mua, më përmende familjen, tha Brikena, ndërkohë që Brikena në shumë intervista para se të hynte në Big Brother VIP Albania ka folur për situatën e saj familjare. Ndërkohë dje i tha Mateos, flit tani për familjen, çfarë ke për të thënë, familjen time, dhe hesht një herë e përgjithmonë. Nga ana tjetër, gjëja që u bë shumë virale, ka qenë dhe momenti kur me iniciativën e tij, nuk e di nëse ka rënë dakord me produksionin apo jo, por më duk se jo, Mateo doli dhe i shtrëngoi dorën nënës së Brikenas. Vetëm në profilin tim në Instagram, tani që po flasim, dhe është ora 5 pasdite e diel, ka shkuar në 1,5 milion klikime. Me sa duket, Mateo nuk arriti dot drejt për drejti në zemrën e Brikenës, por nëpërmjet zemrës së nënës kam përshtypjen se qëllimi i djalit nga Elbasani do të vazhdoj pa ndërprerje. Fokusi i tij është i qartë. Por çfarë na pret? Çfarë na pret nga Artan Kola, nga i madhi Artan Kola, i cili krahasimet e tij dje i bëri me ndërtimin, i bëri me muratorin, i bëri me tullat që bën, tullat që nuk bën, muratori bën kështu, muratori bën ashtu, nuk e di pse një këngëtar i muzikës popullore nuk citonte tekstet të tij, tekstet të kënduara prej tij, tekstet të muzikës popullore, por ju referua jetës dhe profesionit të muratorëve për të shprehur para publikut debatet dhe situatën që ka i konfliktuale me mirin e West Side Family. Sidoqoftë, ai ishte një moment shumë për të qeshur. Po dhe Rogerti nga ana tjetër, kur tha, në fakt tha Brikenën, tha nuk e kam sharë si gjithë të tjerët, kam sharë më pak nga gjithë, kështu që meritoj një çik respekt Brikena nga ana jote. Nuk e di, dhe thënë, gjëra alienësh, situata alienësh, situata jashtëtokësore, por që sinqerisht na kanë shkrirë zemrën, dhe vetëm kaq, por na kanë bërë realisht për të qeshur. Uroj që situata të vazhdoj. Mjaft me përputhjen të futemi në Big Brother, sepse për atë jemi duke u parë.